Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka depozituar kallëzim penal ndaj drejtorit përgjithshëm të burgjeve Klevis Qose me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Sipas kallëzimit të depozituar pranë prokurisë së posaçme, Ilir Meta qëndron në paraburgim që nga 23 tetor 2024 me mas sigurimi arrest me burg në institucionin Jordan Misja. Meta pretendon se gjatë 14 muajve në paraburgim, drejtori i burgjeve Klevis Qose ka ndaluar në mënyrë të qëllimshme dhe të vazhdueshme ushtrimin e të drejtave të tij themelore dhe politike. Në kallëzim thuhet se ai është mohuar komunikimi me mediat dhe gazetarët, takimi me deputet kuvendit dhe eurodeputet, si dhe pjesëmarrja në aktivitetet të partisë dhe publike. Meta argumenton se këto kufizime nuk bazohen në vendime individuale të arsyetuara dhe nuk justifikohen nga ndonjë rrezik konkret për procesin penal, duke marrë kështu karakter ndërshkues dhe diskriminues. Sipas tij, qëllimi i veprimeve të drejtorit burgjeve ka qenë i qartë: pengimi i ushtrimit të drejtave politike dhe ndëshkimi personal, duke cënuar lirinë e shprehjes dhe pjesëmarrjes në aktivitete politike. Kallëzimi do të zyrtohet nga prokuria e posaçme, që do të vendosë për hapjen e hetimeve të mëtejshme.